Mr. Gonzato, unë jam Linda Pano, jam shqiptare, jam grua, jam tradicionaliste dhe konservatore, dhe jam dhe inxhinjere, sepse të kam dëgjuar në emisionet e televizion që ke thënë, një grua shqiptare nuk mund të bëhet inxhinjere sepse nuk e lë tradita. E ke gabim, zoti ambasador, unë jam e kundërta e asaj që ti thua. Kam dëgjuar që je prekur, sepse shqiptarët kanë menduar që kjo agent është agenda jote personale. Dua të të them që unë kur nuk i kam njohur ambasador të BE-s në Shqipëri, por ty të kam njohur, sepse të kam parë në rrugë, në të gjitha paradat e organizatave LGBT ndërsa protestoje bashkë me ta. Të kam parë që ndërsa ne bënim konventën e familjes, ti ishe me një grup organizatash LGBT në pedonale dhe protestoje. Zoti ambasador, ju the shqiptarve që e ndave shtratin tënd me ta, sepse doje ti të shfriksoje. Shqiptarët nuk friksohen, as nuk trimërohen nga shtrati yt, zoti ambasador. Shqiptarët i trembi ideja që familja tradicionale është duke përjetuar varfëri ekstreme ekonomike, është duke përjetuar mos kujdes shëndetësor, është duke përjetuar dhunë në familje, divorc dhe gjithë hallet e tjera. Dhe ju, zoti ambasador, nuk dolët asnjëherë në krah të saj. Për këtë tremben shqiptarët dhe jo prej shtratit tënd.